të mjediqin e radhës. Po ne, ashtu si që kemi thonë para disa jave, pra pavarësisht një muaj, ashtu si që kemi thonë, pra që kuvendi nuk është i konstituar, pavarësisht që kryetari i kuvendit Zoti Dimal Basha e pati shpallë të konstituar kuvendin, por që ne nuk kemi pasur një kuvend të konstituar. Vendimi i gjykatës kushtetuese, po mendoj njoftimin që e ka bërë, sepse ende nuk e ka lëshuar vendimin final gjykata kushtetuese, njoftimin cilin e ka bërë nuk është që ka dhënë ndonjë qartësi shumë të madhe lidhur me atë se si duhet vepruar. Dhe nuk ka ndonjë normë ose diçka obligative për partitë politike në mënyrë që të zgjedhet nën kryetari i kuvendit. Fatkeqësisht edhe gjykata kushtetuese në këtë rast nuk ka qenë shumë e qartë në atë se çfarë duhet edhe si duhet veprojmë. Përveç asaj që ne të gjithë e dimë që duhet zgjedhet nën kryetari i kuvendit. Këtë e ka thonë edhe gjykata kushtetuese në njoftimin e fundit të saj. Për çka mendoj që tani mbetet në vullnetin e partive politike se a dëshirojnë ta konstituojnë kuvendin apo jo. Gjithçka tani më është në dorën e partive politike dhe mendoj që partitë politike në këtë kohë dhe në këtë situata të cilat po kalojmë do duhet t'i thrasin mendjet, ta marrin përgjegjësinë mbi supet e tyre dhe të veprojnë. Pra unë mendoj që